Është zhvilluar në gjykatën e Shkallës së parë në Vlorë seanca për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj efektivit të policisë private Geraldo Biba, i ndaluar pas ngjarjeve të ndodhura në zonën e Zvërnecit me 30 maj. Seanca është drejtuar nga gjyqtari Etienne Isak, ndërsa në emër të organit akuzës ka qenë i pranishëm prokuroria Julinda Gjika, e cila ka paraqitur para gjykatës dinamikën e hetimeve dhe rrethanat e ngjarjes. Gjatë seancës, palët kanë parashtruar qëndrimet e tyre mbi veprimet e të dyshuarit dhe provat e administruara deri në këtë fazë. Pas shqyrtimit të kërkesës dhe analizës së materialeve hetimore, gjykata vendosi të pranojë kërkesën e prokurorisë, duke lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Geraldo Bibën. Ky vendim vjen në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për zbardhjen e plotë të incidentit të regjistruar në Zvernec, ku janë përfshirë protestues dhe punonjës të sigurisë private. Autoritetet ligjzbatuese vijojnë punën për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive të gjithë personave të përfshirë në ngjarje.